Me standardin e kësaj qeverie mas orës 4 nuk punohet. Ti po bashkëpunon me kriminal për një farë mënyre. Absolutisht nuk qëndron. Neni 6 i ligjit për deputet. Mos përputhshmëria me funksionin e ekzekutivit. Deputeti njëkohësisht nuk mund të jetë kryeministër, zëvendëskryeministër, ministër ose zëvendësministër. Është kaq e qartë, as ka nevojë për interpretim. O ligji i ri? Është ligj që është në fuqi në Kuvendin e Republikës Kosovës. Është ligj i vitit 2011. Dhe çdo deputet e ka respektuar. Dhe hanën, në shta japin të reqë. Jepi kohë Gjafer. Dhe hanën. Sot do ditë pushimi. Kundërshmëria, po, me standardin e kësaj qeverie mas orës 4 nuk punohet, kur kemi pa përplasjen e tyre me presidentin. Kur ka dorëheqje gjithmonë ka punë. Pavarësisht sekretaria është aty, pra sekretari i përgjithshëm. Dgjani, çështja është e përgjegjësisë individuale të personit i cili e shkel ligjin. Përgjegjësi individuale e personit i cili e shkel ligjin, sepse në standardet e kodit penal të Republikës së Kosovës përgjegjësia është individuale, nuk është kolektive. Pra, çaj person që sot ka dhënë mandatin e deputetit, nëse vazhdon me shku në zyre dhe me vazhdu me kry çfarë do funksioni ekzekutiv, është të kry vepër penale. Atëherë ju do duhet të hënën mos të shkoni fare në kuvend. Nëse po pse më kujtu kuvendin, zotni Arifin nëse ka s'kam faj. Se s'pikon presion ministri s'duhet shku. Pse mos shku deputeti? Çfarë po ta shpjegoj çka po ndodh, jo vetëm Kosovë, çka po ndodh pak a shumë në Evropë dhe në globë. Jemi në një kohë ku demokracia realisht është në zbehje. Çka do të thonë kjo? Si vdesin demokracitë. Sot demokracitë nuk vdesin me goditje direkte. Pra, po themi puçe ushtarake kështu me radhë. Sot demokracitë vdesin nga brenda. Pikërisht kjo është problemi. Ku kushtetuta më është nuk ka relevancë, vendimet e prokurisë nuk kanë relevancë. Pra, institucionet e pavarura dëmtojnë, shoqëria civile bëhet e pabesueshme dhe këto e dëmtojnë demokracinë nga brenda. Pra, kështu vdesin demokracitë. Prandaj jemi në këtë gjendje ku demokracia më nuk kanë të shëndosha, jo vetëm në Kosovë, po marrim shembull edhe në vetëm po duhet të citoj edhe një vendim gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin KO 72, domethënë ku gjykata kushtetuese ka thënë në mënyrë eksplicite, është përgjegjësi, ka thonë çdo personi i cili është i nveshur me autorizime publike garantimi i funksionimit demokratik të institucioneve. Dhe çdo deputet e ka këtë përgjegjësi tash të përcaktuar me gjykim të gjykatës kushtetuese të Republikës. Më fal, çeni pyetje. Nëse LDK-ja e bën ka kallëzimin penal, a do të shkojnë atëherë të honën në kuvend? Dgjani. Se atëherë kjo bën kontra. Po ju them prapë. Janë çështje ndryshme, po nëse besoni që është shkelje e rënd, kushtetuese, dhe vepër penale për atë pjesë. Prandaj po e themi që do të kërkojmë përgjegjësi. Atëherë ti po bashkëpunon me kriminal për një farë mënyre. Po shkelse ligjit paktën në këndvështrimin tuaj. Nuk absolutisht nuk qëndron. Është thjesht një interpretim subjektiv i juaj, por ligji është i qartë dhe si ligj. Ajo nacion shkelc ligjit atëherë ata. Padyshim që janë shkelc ligjit. Atëherë çu mundesh me bashkëpunë me dikon që kemi të bashkëpunuar me ta që janë të shkelc ligjit. Jemi të funksionin për cilin na kanë zgjedhur qytetarët e Republikës së Kosovës.